Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për shtyp me gazetarët foli për zgjedhjet e parakohshme lokale në 6 bashki. Celibashi u shpreh se kostot e zgjedhjeve të pjesshme që pritet të mbahen për 6 bashki në 9 nëntor kapi një kosto totale prej 306 milion lek, ndërkohë sa i përket të votimit elektronik, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha se mund të aplikohet vetëm në njësinë 10 në kryeqytet. Ndër të tjera, Celibashi u pyet për dekretin e presidentit për zgjedhjet në Tiranë, për të cilin tha se nuk është kompetencë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të diskutojë vendimarrjen për zgjedhjet dhe se detyra kushtetuese e tij është vetëm që të organizojë zgjedhjet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vetëm një përgjegjësi, organizimin e zgjedhjeve të cilat dekretohen nga një institucion tjetër apo autoritet tjetër publik, sikur se është presidenti i Republikës, sipas një procedure të caktuar vjen edhe ushtrimi i kompetencës së presidentit të Republikës për të nxjerrë dekretin. Dhe them këtë, KQZ nuk mund të vërë në diskutim çfarë është zhvilluar nga çdo pikpamje, po natyrisht ligjore dhe kushtetuese, deri në daljen e dekretit. Detyra e institucionit KQZ-s është që të përgatisi procesin zgjedhor për të 6 bashkit dhe nuk e ka fare të lejuar të vërë në diskutim dhe të debatojë nga çdo pikpamje vendimarrjet e qoftë institucionit të presidentit të Republikës apo dhe të Këshillit Ministrave apo të ndonjë institucioni tjetër.